Pse e kaq negative në festa? Në rast se do ishte festa për tek pjesa e vitit të ri ose festat e periudhës fundit, ta them drejtën edhe unë jam mërzit pak, për disa arsyet e mia. Edhe nuk është se kam tentu me prish festat për të llogarit negative, thjesht mund t'jem konceptu ndoshta e mërzitur pak. Po që jam person që komentoj vazhdimisht gjëra që shoh para syve, bëj si në fest, jo edhe në fest. Po të paktën festat i kam respektu dhe nuk kam bërë diçka të madhe për me qenë qendër të vëmendjes të festave, për me kriju debate dhe për me eskalu situata, ashtu si që bëjmë gjatë përditshmërisë. Kështu kjo fjala negative nuk e di. Jam mërzit pak edhe unë, kam pak edhe atë ngarkesën time emocionale, që jam pak e mërzitur për mbrënda. Se sa do e fort që të regohem, që i qëndroj debateve, ose kryoj vetë tensione, ose ju bëj vetë loj psikologjike dhe dhunë psikologjike madje që kam kryuar këtu mbrënda, festat i respektoj maksimum. Jam edhe unë njeri, kam edhe unë zemër, edhe unë kam ngarkesat e mia. Po nuk jam tipi që dua ta shfaq atë shumë që deri diku mund t'jem edhe unë pak e dobët dhe të prekem shumë. Vetëm se kamerave nuk kemi si t'i shmangemi, i kemi nga gjitha drejtimet,